أول شيء الله يحييكم ويا هلا ومرحبا. معرض جسور يلتقي وزارة الشؤون الإسلامية دعم من حكومة المملكة العربية السعودية. في البداية ركن القهوة السعودية وكرم الضيافة السعودي يقدم فيه للضيوف التمر والقهوة وهو يعتبر مادة غذائية جيدة. Spori ju përshëndet me përshëndetjen islame, selam aleikum. Pastaj po ja prezanton se kjo po thotë është mikpritja arabe, duke filluar nga hurmet, nga kafja arabe, edhe ju përshëndet me panajirit Urat, i cili organizohet nga Shteti i Arabisë Saudite, dhe siç e shpjegoj, pastaj është pjesa tjetër. Këtu e kemi edhe përpjekjet e Arabisë Saudite, është kondi ku Arabia Saudite ka bo përpjekje për prej vitit 1975 deri në vitin 2024 për mbi 180 shtete gjithë botës. Edhe prej tyre edhe ku është edhe shërbimi për haxhilerët dhe omregjit apo mysafirët e mbretit. Kurse ky kondi këndej është kondi është pëlhura e qabës, e cila mbulohet me të qabja, ku është originalja dhe ka ardhur direkt prej qabës në Prishtinë. Kurse këtu është Mekja përgjatë historisë, ku janë fotografitë e Mekës, duke filluar nga fotografia më e vjetër, pastaj fotografia e parë me ngjyra, dhe atje është edhe mbreti Abdulaziz, ku është themeluesi i Arabisë Saudite. Dhe i gjithashtu edhe janë fotot e cila fotoja e parë me ngjyra në vitin 1952. Gjithashtu është edhe bunari i Zemzemit, edhe ka dhe vizatimet e tjera të Mekës. Këtu është biblioteka islamike, e cila ka libra e cila e përfshin 52 gjuhë të botës. Gjithashtu është edhe biblioteka e hadithit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është ashtu edhe biblioteka e Kuranit, ku përfshin edhe komentimet e saj. Këtu është xhamit historike, ku e përfshin xhamit historike të Arabisë Saudite, të Mekës dhe Medinës. Kurse këtu jemi të realiteti virtual, ku këtu paraqitet këtu është paraqitet edhe Mekja, kurse edhe Medinja, dy haremet mundesh me i pa përmes realitetit virtual. E sheh Mekën prej së afërmi. Kurse këtu është ndaja e Arabisë Saudite e vjetër tradicionale, kurse këtu jemi presim edhe mysafirët që vinë të na vizitojnë. Këtu janë dërshkrimet e vjetra, e cila përfshin edhe Kuranat e vjetër të shkruara me dorë, dhe me thonë originali i tyne. Kurse këtu jemi të kompleksi mbretit Fehd për botimin e Kuranit familjar, ku vizitori merr një perceptim se si bëhet dhe si botohet Kurani. Janë 72 libra të Kuranit të përkthyer në gjuhë të ndryshme të botës. Gjithashtu shpërndohen edhe Kurana në arabisht, po edhe në shqip falas për gjithë vizitorët që vinë ta vizitojnë këtë shtampë. Kurse këtu janë garat e Kuranit fisnik të mbretit Abdulaziz, që janë internacionale. Dhe kjo është për t'i inkurajuar vizitorët për me mësu Kuranin edhe me marrë pjesë në garat e Kuranit. Dhe këto shpërndohen falas për çdo vizitor që vjen me pa, dhe me thonë është surja Fatiha. Kurse këtu jemi të arti kaligrafisë arabe.
Këtu e kemi mundësinë edhe për çdo vizitor që vjen, mundet m'ja shkru emeni emrin vizitorit me kaliografi dhe me thonë arabe. وتوزع هدايا للزائرين. Dhe patjetër se kjo është edhe dhuratë për çdo vizitor. Kurse këtu është këndi i fëmijëve, këtu bëhet edhe ngjyrosja e xhamisë Profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam me xhamia e Mekës, kurse këtu është mimberi i Profetit sallallahu alajhi wasallam, është sipas historisë që ka qenë në Medinë. Kurse këtu është këndi i fotografisë, ku kanë mundësi vizitorët që të bëjnë fotografi. Dhe më thonë me vendet e Mekës dhe të Medinës, أو بالزي السعودي. ose edhe me veshje arabe munden me dalin fotografi në këtë vend. Dhe kështu dalin fotografitë. نرحب بكم بمعرض جسور الذي تقيمه وزارة الشؤون الإسلامية بجمهورية كوسوفو في العاصمة بريشتينيا. والله يحييك. Dhe ju mirëpresim në panajirin Urat, i cili organizohet nga Ministria e Fesë nga Arabia Saudite. Mirë se vini.